Mbahet protestë në Prishtinë për lirimin e ish-policit Arbënor Spahiu. Sot në sheshin e Prishtinës, qytetarë dhe familjarë u mbledhën për të kërkuar drejtësi dhe lirimin e ish-policit Arbënor Spahiu, i arrestuar në Serbi. Të nderuar qytetarë, të dashur pjesëmarrës, sot jemi mbledhur këtu për një arsye të madhe dhe të drejtë, për të kërkuar drejtësi për Arbënor Spahiun. Arbënori, një ish-polic i ndershëm dhe i përkushtuar ndaj shërbimit të ligjit dhe sigurisë së qytetarëve, sot ndodhet padrejtësisht në burg në Serbi, i privuar nga liria dhe i ndarë nga familja e tij. Prania jonë këtu është më shumë se një mbështetje simbolike. Ajo është dëshmi se padrejtësia nuk mund të mbulohet me heshtje. Ne jemi këtu për të ngritur zërin e Arbënorit, për të thënë me vendosmëri se liria e tij është e drejtë themelore dhe se askush nuk mund të mbahet peng i padrejtësisë. I bëjmë thirrje institucioneve të Republikës së Kosovës që të angazhohen pa ndërprerje për lirimin e tij. Po ashtu, i bëjmë thirrje institucioneve ndërkombëtare, Bashkimit Evropian, Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të drejtave të njerëzit që të marrin përgjegjësinë për të garantuar të drejtat themelore të një qytetari që padrejtësisht po mbahet i burgosur. Arbënori nuk është vetëm një individ, ai është simbol i dinjitetit dhe i qëndresës. Ai përfaqëson çdo qytetar që kërkon drejtësi dhe çdo familje që beson në të drejtën dhe lirinë. Sot, zyri ynë është zëri i Arbënorit dhe ky zë nuk do të shuhet derisa e drejta dhe liria e tij të rikthehen. Faleminderit që jeni këtu dhe faleminderit që japni forcë kësaj kauze.